Banorët të disa fshatrave në njësinë administrative Melan në bashkinë Dibër kanë protestuar për mungesën e sigurisë në lotin e 3 të rrugës së Arbrit afër Peshkopis. Banorët thonë se që me ndërtimin e rrugës, fëmijët nuk kanë asnjë siguri kur shkojnë në shkollë, edhe pse kjo e fundit është pak metra larg rrugës kryesore. Sipas banorëve, automjetët esin me shpejtësi të lartë duke rrezikuar jetën e të gjithëve. Ne kur vim me fëmijë shkolle, duhet me prit 10 minuta se shpejtësia do të rresh 10 minuta me makinë për dalë rrugë, burim aksidenti. Çdo ditë to është burim aksidenti, çdo ditë. Edhe fëmijët është problemi i madh edhe për fëmijët, se shpejtësia jashtë mase e nalt. Me mall të vinë fëmijët që të dalin nga shkolla, rrejmë e i presim e i marrin për dorë fëmijët i fuzin fugon. Jemi di fshatra, jemi banorë, jemi mëshirë të fatit, që kjo rrugë nuk ka sinjalistik, kjo rrugë nuk ka hapje. Këto del familjari me veti 5 dhe kanë hekat për vdekje, kjo rrugë vdekje. Kësaj nuk i thonë rruga Arbrit, rruga e vdekjes. Firma nuk e bën. Ndërkohë, kryetari i fshatit Pjeç Sali Sula tha se për këtë problem i është drejtuar Bashkisë Dibër dhe institucioneve të tjera, por nuk ka marrë zgjidhje. I gjendur në këto kushte, Sula tha se do të protestohet nga banorët. Por sa i përket desi fshat, këtë rrugë vdekje për di fshatra. Gjithë fshati ka nevojë për ta në këtë rrugë. Për ta në këtë rrugë ndodhen bishme aksidente të ndodhin. Kam qenë ke policia. Kam kërku, edhe kam thonë që të deregullojnë. Besoj marrit kjo poshtë, kërkojmë ne të bëjmë edhe protest. Segmenti i fundit i rrugës së Arbrit Herebel Peshkopi është drejt përfundimit të plot dhe përveç shkurtimit të distancës Tiranë-Dibër, duket se ka sjell edhe problematikat për banorët përreth.